shkaktu automatikisht një pritje pozitive, një konsenzus automatik në shoqërinë tonë është një president nga rrodhat e familjes Këndërgjashari. Nuk mund të flas për këtë gjë. Do të shkoni atje dhe ta merrni përgjigje. Ajo majorancë që është prej 66 numrave në Kuvendin e Republikës Kosovës, ne jemi bind që nuk ka mundësi përmes një emri që propozohet, një emri njanshëm, ta marrim edhe votën e garantume të opozitës, për mi botë edhe të vota. Ky është konstatimi i majorancës. Nuk po them që është absolut, sepse gjëra absolute në politikë nuk ka. Ka të përafërta. Po me përafërsi, ky është konkludimi i majorancës. Nështë e kemi gabim, nështë e kemi mirë, po ky është konkludimi. Pra konkludimi është që, përmes një emri të përvetshëm, na mos me mbështet për muri opozitën. Kjo është lajmi mirë për Kosovën, është një pjekuri e re, edhe vetë skenës politike dhe institucioneve tona, sepse është një përpjekje e mirë, e sinqert, që së bashku të mund të mos pari të ulemi dhe të kuptojmë njëri tjetrin çka po synojmë. Më saktë, sepse keq kuptimet më të mëdha po lindin kur nuk po merremi vesh bashkë mirë, çka po dojmë. Kështu që kur liderët e partive politike, edhe si opozit, po edhe si majorancë në Kuvendin e Kosovës, ulen, diskutojmë për orë të tëra, për procesin që e kemi përpara, kjo është një lajm i mirë për Kosovën, konsiderajon, a jam unë opsion? Jo, unë menoj që nuk është fol, nuk është tru në këtë kontekst. Po ta kishte qasjen majoranca që do ta propozoj një president televizjes vetëvendosje, unë menoj që ajo është pikërisht që ajo që thash në fillim po dojna me shmang, se kjo është me qit opozitën para aktit të kry. Me thonë, kjo është dhe duhet ta votoni. Ju duhet ta kuptoni që kjo nuk është qëllimi kësaj radhe i majorancës. Prandaj, kemi vepruar në tjetër mënyrë.